Tani më është koha për të regjistruar në për shkollat e mesme ku shumica e nxënësve fillorist kanë vendosur që të vazhdojnë edhe më tej me shkollimin. Duke pasur parasysh se viteve të fundit ka ndryshuar procesi i regjistrimit, njëherë aplikohet në mënyrë online për të regjistruar dhe sot është bërë afati i dorëzimit të dokumentave për afatin e parë. Do të thotë që kjo afati i parë tani më sot ka mbaruar dhe afatin e dytë do e presim së shpejti për të regjistruar nxënësit në për shkollat e mesme. Dhe pikërisht për këtë temë, Valbona Fazliu kemi në linjë të drejtë për drejtë në shkollën e mesme Maria Kiri Sklodowska me profesorin Jusuf Abdullahu, ku do të flasim për dorëzimin e dokumentave, regjistrimit dhe drejtimet që ofron kjo shkollë e mesme. Përshëndetje Valbona, dëgjohemi? Përshëndetje Rejhan, mirëmëngjesi për të gjithë shikuesit e ritmit të ditës, mirëmëngjesi edhe ekipit mrekullueshëm të ritmit të ditës, ashtu si që potencove, ne jemi në një periudhë mjaft e rëndësishme të regjistrimeve, jemi me bisedë me profesor Jusuf Abdullahun nga shkolla e mesme Maria Kiri Sklodowska, një shkollë profesionale dhe një institucion shumë i njohur i mesëm të arsimit të mesëm. Kjo shkollë ofron një sër drejtimesh moderne, po ashtu të ndërlidhura me shkencën, mjekësinë dhe teknologjinë, duke përfshirë drejtimet teknike të optikës së syve, teknikës së mjekësisë laboratorike, farmacisë, biokimisë dhe më shumë. Çfarë ofron kjo shkollë për të rinjt, si është përgatitur për vitin e ri shkollor, si është po ashtu edhe situata të themi me interesimin e nxënësve, të gjitha këto do t'i zbulojmë së bashku. Fillimisht mirëmëngjesi profesor Jusuf dhe të flasim pak a shumë për regjistrimet, si është përgatitur shkolla këtë vit, si ka shkuar edhe regjistrimi i afatit të parë. Mirëmëngjesi dhe për juve, mirëmëngjesi gjithë shikuesve të emisionit Ritmi i ditës. Si gjithmonë, çdo fundvit shkollor i ka ato punët e veta, angazhimet e veta, dhe si gjithmonë duhet jemi të përgatitëm se sa nxënës do të vinë, por realisht duhet të përgatitemi edhe nga ai aspekt se a do të na vinë nxënës apo nuk do të na vinë. Mandej duhet të përgatitemi edhe për pjesën tjetër, ku si do ta fillojmë edhe vitin e ri shkollor. Na tregoni pak më shumë edhe për drejtimet që ju ofroni, të themi çdo vit në këto aplikime, po të themi regjistrime. Drejtimet, si gjithmonë, i kemi të njëjtat, gati tash 2 apo 3 vjet, 3 vjetet e fundit. Drejtimet janë të njëjtat, janë ato laborant medicinal, drejtim mjekësor, teknikë i optikës së syve që si gjithmonë nuk hiqet nga shkolla e jonë, po edhe vazhdon të mbetet edhe viteve të ardhshme, dhe 3 drejtime tjera që janë laborant kimik, laborant teknik për ambientin jetësor dhe teknik për prodhime kimike dhe kozmetike. Normalisht që interesimi nxënësave rreth këtyre drejtimeve është gjithmonë ai numër i njëjtë që sillet çdo vit, po tash duke marrë parasysh edhe fluksin e largimit të njerëzve nga maqedonia e veriut, normalisht që ndihet edhe mungesa e nxënësave në për shkollat e mesme, sidomos gjatë regjistrimeve që vijnë tash në fund të vitit shkollor. Nuk është problematike që të mbushen paralelet, për arsye se janë vetëm 5 drejtime, ku ofrojmë domethënë 6 paralele që nëse e llogarisim na duhen dikon deri në 140-150 nxënësa, që realisht nuk është një numër problematik që të hapen paralelet shqipen në shkollën Maria Kiri. Për cilin drejtim në fakt ka pasur më shumë interesim nga nxënësit këtë vit të paktën? Interesimi më i madh është për gjitha drejtimet, po kthehena domethënë te fjala më hershme se fakti që fluksi është tepër i madh i largimit nga maqedonia e veriut, nga shteti jonë, normalisht që ndihet mungesa e interesimit edhe për gjitha drejtimet që i kemi. Duke u nisë ajo te laboranti mjekësor është se fakti që është ndihet mungesa e nxënësve për regjistrim, normalisht këto janë 2 paralele. E tash për më mbush 2 paralele është pak më problematike, për arsye se këto
edhe kushtet apo kërkesat për me u regjistru në këtë drejtim janë kërkesa që nxënësi duhet me qenë me një sukses të shkëlqishëm, e që tash në kohën bashkëkohore është pak problematike për me i gjetë nxënësit e shkëlqishëm që mësojnë, që janë të rregullt, për atë arsye edhe këto mungesa ndihet, mirë po kemi edhe afatin e dytë të regjistrimeve që nuk është shumë e vështirë që të mbushen domethënë të dy paralelet. Tashmë që ka përfunduar edhe të themi regjistrimi i afatit të parë, sa nxënës gjithsej janë paraqitur në të gjitha drejtimet? Në të gjitha drejtimet gati domethënë janë mbush klasat apo paralelet, duke shikuar domethënë analizat që i kemi në bazë sistemit të Ministrisë së Arsimit, janë diku rreth 110 apo 115 nxënësa që kanë ardhur që në afatin e parë me u regjistru tek ne, e që nevojiten domethënë edhe disa prej tyre që besoj se edhe në afatin e dytë do të përmbushet numri i caktuar i nxënësave, që në fund që në fillim të vitit të ri shkollor besoj se do të fillojmë me gjitha paralelet e hapuna që i kemi parashikuar, edhe të fillojmë domethënë ta shpërndajmë auditorien në bazë pritshmërive të atyre nxënësve që kanë besu tek ne me ardhmë te shkolla jonë. Po ashtu të flasim pak edhe për afatin e dytë, datat në të sakta nëse i dini të informojmë edhe të gjitha ata nxënës të cilët ndoshta po mendohen ku të regjistrohen, kanë pak a shumë dilema, mirë po kjo është një shkollë profesionale ku e gjithë mësimi dhe ligjëratat ligjerohen në gjuhën shqipe. Keni në fakt një të themi ekip të mrekullueshëm të profesorëve të cilët me të vërtetë japin dituri, siç është edhe rasti juaj, që nga përfundimi i mësimeve menjëherë je punësuar në këtë institucion. Ti ftojmë pak a shumë edhe të gjitha ata nxënës që nuk kanë vendosur ende për afatin e dytë. Duke u fillu domethënë prej asaj se siç e përmendet është një ekip i mrekullueshëm i profesorëve, ambienti i shkollës është tejet atraktiv për arsye se janë gjitha kushtet, janë laboratorët e kimisë, janë laboratorët e mjekësisë, gjithashtu edhe laboratori i optikës. Mandej duke u fillu edhe nga pjesa e sportit, pjesa rekreative, janë bërë disa renovime tek shkolla jonë që besoj se ekzistojnë gjitha kushtet për me u zhvillu secila orë mësimore në atë që donë domethënë vetë profesori, domethënë kushtet për me zhvillu një orë janë tejet të mira, për atë arsye edhe ftoj gjithë nxënësit që në afatin e dytë, ato që kanë dilema se ku me shku, çka me bo shkollën e mesme, i ftoj që të vinë tek shkolla jonë, për arsye se këtu nuk kemi vetëm mësim teorik, po edhe mësim praktik, që vete përmenet do me thonë mas përfundimit të këtij cikli mësimor, ato se janë të avansuar për me kry një punë caktuar, duke u bazuar këto drejtime që i kemi ne. Për shembull tek rasti im, po ka dhe raste tjera, domethënë që kemi pas nxënësat e kalum, janë punësuar për optikat ndryshme, sidomos në këtë lëmi që e ligjeroj unë, mandej duke vazhduar edhe te drejtimi i laborantit medicinal, ku kemi shumë nxënësa që kur i vizitojmë na bie puna me shku në për spitalet ndryshme, në për klinikat ndryshme, shohim që kemi domethënë kuadra ton që kanë fillu domethënë me punë edhe realisht kontribuojnë në për ato institucione shëndetësore ku neve VSM jemi krenar që kanë dalë domethënë produkt i Marjakirit, e që besoj se secili nxënës që vjen do t'i jepet mundësia nëse ja jep hakun domethënë mësimit dhe mësimit teorik dhe atij praktik. Pak më parë përmende edhe faktin që shumë nga familjet në vendin tonë po bartën apo të themi emigrojnë në vendet të ndryshme të botës. A ka raste ku edhe në gjatë mësimit, pra të themi gjatë viteve shkollore, qoftë nga viti 2, 3, të largohen nga vendi dhe po të njëjtin profesion e vazhdojnë në vende tjera? Ka raste të tilla? Domethënë po filloj prej asaj që
të klasa ime, do më thonë që jam kujdestari i asaj klase, ka ndalë, do më thonë, 2 nxënësës. Do më thonë, prej vitit parë tash e kanë përfundu vitin e 2, do më thonë, brenda 1 viti, 2 viti, lëvizja ka qenë 2 nxënësave që kanë shku, do më thonë, në emigrim. E tash për klasat tjera, besoj se edhe klasat tjera munden me pas, por nëse bëjmë një statistik vetëm të shkolla jonë, i bjet që brenda vitit mundet me ndodh dikun 5 apo 10 nxënës me emigru jashta shtetit, e që është një numër fort i konsiderueshëm i pakët, mirë po nëse krahasojmë vjet mbas vjeti, del një numër i madh. Po nëse bëjmë një statistik tërë shkollat e Shkupit apo tërë shkollat e maqenisë, besoj se numri ka me qenë tepër i madh. E që do t'jetë shumë problematike viteve të ardhshme për arsye se numri shkon vetëm duke u rrit e jo duke u zvoglu. Fatkeqësisht është me të vërtetë një ndër temat më alarmante që po ndodhen në vendin tonë, jo vetëm për shkollën tuaj, mirë po edhe për shumë drejtime të ndryshme, të cilat janë profesionale dhe janë mjaft të kërkuara dhe kanë hapësira për të qëndruar në vendin tonë dhe për të kontribuar këtu. Të kthehemi pak Jusuf edhe te kriteret kryesore që i duhet një nxënësi për të qenë pjesë e shkollës. Përmendëm pak notat, mirë po ndoshta duhet pak a shumë edhe të ketë njohuri pak më parë apo të themi disa nga kriteret kryesore. Kriteret apo kushtet që parashifen një nxënës për me u regjistru, dhe me thonë tako të drejtime që i ofrojmë ne si shkollë, është pyetja më shpesh që bëhet për nxënësave dhe normalisht që edhe përgjigja nuk duhet mungoj. Drejtimi laborant medicinal e cekat që nxënësi duhet me qenë me një sukses relativisht shkëlqyshëm, ku nxënësat që i kanë minimum 70 pikë apo 70 poena kanë mundësi regjistrimi në shkollën tonë. Mandej drejtimi i radhës është teknik për optikën e syve, është një drejtim që edhe këtu kërkohet suksesi relativisht të jetë shumë mirë, ku pranohen nxënësët që kanë pikë deri në 60, do të thonë minimumi duhet me qenë 60 pikë. Ndërsa këto drejtime tjera, 3 drejtime tjera, laborant kimik, ambient jetësor dhe teknik për prodhime kimike dhe kozmetike, janë drejtime që pranohen nxënësat që nuk e kanë gjetë vetë në shkollë fillore, mësim kështu me radhë, kanë mundësinë që përmes këtyre 3 drejtimeve me u regjistru, ku pranohen nxënësat që i kanë minimum, i përmbushin minimum 45 pikë. Që do me thonë këtu duhet me pas suksesin me 2, me 3, e kështu me radhë, që realisht i dim se shumica e nxënësave në për shkolla fillore, ka raste, nuk do t'i përjashtojmë edhe ato që mësojnë, janë tepër një numër i konsiderueshëm edhe ato, mirë po duhet ju jepet mundësia edhe atyre nxënësave që të pajisin me një lloj diturie teorike, mirë po zakonisht nxënësat që nuk e kanë gjetë vetën në teori, e gjenë vetën praktikë. Ka shumë nxënësa në laborator që kur vinë me bo praktikën, teoria nuk i tërheka shumë se sa praktika. Edhe normalisht që aty imponohesh nxënësi edhe nëse i ka komplet dysha notët, imponohesh shumë praktik me jalon 5, se është tepër i shkëlqyshëm në atë pjesë. Edhe normalisht që pas përfundimit ai ka me pas shumë ma shumë sukses, për arsye se ka me mësu punën shumë ma mirë se sa dhe me thonë nga ajo që disa nxënësa që bazohen vetëm në teori. Kemi raste shumë të njohura në botë, personazhe të cilët ndoshta edhe shkolla nuk ka qenë të themi ana e tyre më e fortë, mirë po kanë qenë shumë të suksesshëm në lëmin që janë drejtuar, prandaj edhe nëse kanë të themi nota pak më të dobta, mund ta gjejnë veten në drejtime të cilat me të vërtetë mund të janë shumë të suksesshëm. Jusuf, më trego pak më shumë për misionin dhe vizionin e shkollës Maria Curie Sklodowska, cili është domethënë të themi ana më e fortë që dhe misioni më i rëndësishëm që doni që çdo nxënës që mëson këtu për 4 vite radhazi, në fund të dalë në pah me një sukses dhe me një storje suksesi, siç themi ne. Po filloj do me thonë prej të pjesa e profesorit. Profesioni profesorit nuk është vetëm që të vijmë punë, që ta kryej obligimin e punës që kërkohet këto, mirë po është një lloj misioni, ku ti përgatitesh
do me thonë nuk është ajo që vjen vetëm paraqitesh në punë edhe fillon procesin e mësimit. Të duhet një proces edhe jashta punës, një 2-3 orë apo 4 orë, 5 orë relativisht, të përgatitesh për ditën e nesërme se çka duhesh me shpjegu para nxënësve. Normalisht që është edhe një pjesë e lodhshme e kësaj pune, për arsye se ke të bësh do me thonë me një punë 24 orë duhesh me qenën i përgatitën, se duhesh me prit faktin se çka do të pritet do me thonë prej nxënësve, ai feedbacki tjetër do me thonë nga ana e nxënësve. Mirë po, misioni apo vizioni i shkollës është që të përgatisim kuadra që t'jenë përgatitur sidomos në për drejtimet mjekësore, po ashtu edhe të optika, po edhe drejtimet tjera që i kemi, që të përgatisim kuadra që të kemi kuadra. Do me thonë tash jemi në një shkollë ku do me thonë këtu ma herët janë fillu, do me thonë, me një paralele, e tash ma numrojmë diku 24 paralele. E tash nëse nuk kemi kuadro me vazhdu këtë vizion, këtë mision, me i bo, do me thonë, deri në 40 paralele, apo 60 paralele, pa marrë parasysh numri sa më i madh që tjetë, aq më mirë për ne do të ishte. Për pasardhësit tonë kam fjalën. E tash nëse nuk kemi ne ato shkaku që përgatisim kuadro që tash, që të kemi të rezervume pas 10 viteve, 20 viteve, atëherë nuk kemi bo asgjë, do me thonë si profesionin e profesorit. E tash zgjedhja e nxënësve është e tyre, mirë po interesimi është i dobët në për profesionet e profesorit, për arsye se janë tepër në vlerësume, mirë po kisha thonë që nuk është ashtu që si shifet, sepse ka shumë pjesë që duhet me i këshirë, do me thonë, nga një perspektiv tjetër, jo vetëm me një pasqyrë, do me thonë, nga ana e shikimit vetëm ashtu si që shef, me paragjykime. Për fund, Jusuf na trego pse shkolla në Marja Kiri duhet ta përzgjedhin të gjithë, në pikat e shkurta pasi që edhe tham shumë mirë, po ja edhe cikli i dytë po afrohet, prandaj edhe të gjithë ata që deri më tani nuk kanë vendosur, le të jetë kjo thirrja të themi e fundit për të gjithë nxënësit. Për prindërit. Normalisht. Afati e regjistrimeve i dyti është me një korrik. E tash pse Marja Kiri Sklodowska është ajo se jena pak më ndryshe prej gjimnazëve, drejtimeve të përgjithshme, duke ofru nga ajo që pjesën praktike, do me thonë, e kemi bazë për secilin mësim që e shpjegojmë tek nxënësve. Nëse një mësim nuk është, do me thonë, që bazohet në praktik, edhe kena me bo, do me thonë, atë praktik, në atë mësim nuk e morëm. E për atë arsye, Marja Kiri Sklodowska le që është, do me thonë, në një hapësirë tepër atraktive, po normalisht edhe mësimi brenda shkollës është tepër atraktiv. Normalisht, pse Marja Kiri Sklodowska është më kjo arsye, tash zgjedhja është e nxënësve. Presim që na fat dytë na mbushën paralelet, edhe të fillojmë vitin e ri shkollor me një numër të mirë të nxënësve, po edhe me një sukses të mirë të nxënësve. Faleminderit shumë për kohën që ndatë sot të jeni bashkë me ne në link të drejt për drejt me emisionin Ritmi i Ditës dhe shpresoj që cikli i dytë me të vërtetë t'i kaloj pritshmëritë tuaja që i kene. Faleminderit edhe nga ju Ritmi i Ditës që nuk na harroni asnjëherë. Do me thonë, ma herët kemi qenë, tash apet na keni vizitu që shpresojmë që edhe në vitëri shkollor ju presim. Faleminderit shumë. Rehan, këto ishin të gjitha informacionet që ne nda me ju, me profesorin Jusuf Abdullahu, i cili është në drejtimin teknik të optikës së syve, për të gjithë nxënësit u bë thirrja edhe për ciklin e dytë, cikli i parë ka kaluar të themi relativisht me sukses, mirë po për të gjithë ata që po mendohen ende, apo edhe prindërit po mendohen se ku t'i drejtojnë fëmijët e tyre, ndoshta po t'ju bër pak ndihmës në për zgjedhjen e shkollimit të mesëm, atëherë unë me të vërtetë mendoj që Marja Kiri Sklodowska është një shkollë e mesme e cila ofron shumë profesione të ndryshme, shumë drejtime të ndryshme, të cilat mundësojnë edhe punësime sa më të lehta në të ardhmen. Shpresoj që të gjitha këto informacione ju kanë ndihmuar dhe nëse nuk keni ndonjë pyetje tjetër, gjithçka ishte kjo.
Të faleminderit shumë Valbona për gjitha këto informacionet për këtë linjë të drejt për drejt që ishe pikërisht në shkollën Maria Curie Sklodowska. Atëherë ne si gjithmonë pa humbur kohë shkojmë me një pikë muzikore sa për të relaksuar sadopak dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me materialet tona të radhës dhe me musafirët tanë.